Në Maliq, një mbledhje e thirrur për të përcaktuar të ardhmen administrative të bashkisë përfundoi pa vendim dhe me përplasje politike. Këshilli Bashkiak u mblodhi jashtë radhe pas firmosjes nga 1/3 e këshilltarëve me një pikë të vetme në rendite, miratimin e qendrimit zyrtar për reformën territoriale dhe propozimin për bashkimin e Maliqit me Korçën. Por diskutimi nuk zgjati më shumë se 20 minuta. Këshilltarët e majorancës deklaruan se nuk do të merrnin pjesë në vendimarrje, duke kërkuar më shumë informacion për projektin e reformës. Menjëherë pas kësaj, kryetari i Këshillit Bashkiak deklaroi mbylljen e mbledhjes. Këshilltarët socialistë u larguan nga salla, ndërsa opozita dhe qytetarët e pranishëm reaguan ndaj mënyrës se si u mbyll mbledhja. Vendimi që pritej të dilte nga Këshilli nuk u mor, pavarësisht se më herët ishin zhvilluar dëgjesa me banorët në zona të ndryshme të Maliqit. Sipas opozitës, rreth 95% e qytetarëve të pyetur janë të shprehur kundër bashkimit me Korçën. Në fund të mbledhjes, sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, e kundërshtoi fort projektin e bashkimit. Një trevë e cila fatkeqësisht referuar gjithmonë projektit Ogurzi, shpopullues dhe shkontarizues të Edi Ramës, është bërë pjesë e planit për shfarosjen dhe për shkrirjen me bashkinë e Korçës, një term i cili e theksoi nuk ekziston. Edhe deputetja e Partisë Demokratike Ledina Alolli akuzoi këshilltarët e majorancës se kanë vendosur interesat partijake mbi ato të banorëve. Dhe më duket sot se interesat partijake prevaluan mbi interesat e qytetarëve.